Besimtarët musliman në Kosovë nisën ditën e sotme me lutje për paqe dhe solidaritet me njëri tjetrin. Ceremonia kryesore Kurban Bajramit është mbajtur në Xhaminë e Madhe në Prishtinë në drejtimin e muftiut Naim Tërnava, i cili e përshkroi këtë si një ditë gëzimi, por edhe reflektimi. Është ditë kur i kujtojmë mëshirën e Zotit, faljen dhe begatinë që ai na dhuron. Është ditë kur ne si besimtar, por edhe si shoqëri, i kthejmë syt edhe më shumë drejt njëri tjetrit me dëmshuri, solidaritet dhe përgjegjësi. Kryesh shtetror të Kosovës i kanë uruar besimtarët për festën duke bërë thirrje për harmoni dhe begati në çdo familje. Presidenti Avjosa Osmani e përshkroi Kurban Bajramin si thirrje për reflektim dhe forcim të lidhjeve. Qoftë kjo festë një burim frymëzimi për një të ardhme më të ndritur, me më shumë dëmshuri, mirësi dhe respekt të ndërsjellë të shprehur ajo. Edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se kjo festë na përkujton se sa e rëndësishme është të japim dhe të ndajmë me njëri tjetrin në harmoni dhe me dashuri. Uroj që kjo ditë t'ju agjej zemrat dhe tryezat të mbushura plot dhe paqe, mbarësi e mirësi, shëndet dhe lumturi sot e përherë, tha Kurti përmes një postimi në Facebook. Kurse tryezat